vështirë për të ardhur këtu apo jo? U torturuan pak. Dihet e. Dëgjoj. Në kryesorin kena rrugën. Rrugën. Unë nuk kom lanë jo në deget e ministrisë, nuk kom shku, por çfarë i thonë bashki i kam trokit, krit. Shqip dhe qartë, qarë flasë ma i përgjithësi. Rrugën u bon disa vite si këto. Kjo rrugë egzista qish me Enver Hoxhën. E ka ndërtu vetën veri me dur të E ka rrugullu, e ka ndërtu vetën veri. Enveri kishte punë të tjera, por rrugën e kena vetëm rrugën e Enverit. Kjo rruga këto, si që përmena, s'kom lanë vend bashkisë parte. Dhe, ju falenderoj ju, si keni ardhë, e keni bon monimin këto. Asë se ka qa kush kokën, ka t'inglu në vesh. Që? Para 10 ditësh, kryeministri shqiptar ka thirrë 61 kryetar bashkie dhe ka thënë, dëgjoni ju kryetarët e bashkive, të dëgjoni zërin ku ka tmeta populli i rretheve t'juja. Unë për që ata kam shumë shpresë. O ti, ato fol kryeministri shqiptar, toj, mos të tallet me ne. Dëgjoj, na dim me shku si në Europë. Unë personalisht dhe gjithë të burra i bëjmë 500 burra edhe shkim para kryeministrisë. Nuk du me shku para kryeministrisë, na du më rrugë zotni, të tërhek njëri tjetrin. Kur është vendosur dorë për herë të fundit? Asnjëherë. Kush e mbulon? Ai mbulon Bashkia e Krujës. Si Bashkia e Krujës. Si territor. Bashkia e Krujës mu shem. Bashkia nuk shkemon si qenim zekun. Kërë plaku thot, më kanë thonë cing. Është honorific, si? Kërë plaku ka thonë, më kanë thonë cing. Jo. Më qosi vjetrokit, ti vara para kalas. E kanë kërcenuar? Si se kanë kërcenuar, se me qona bon rruga. Ua keni bërë të qartë, apo jo? Po si so kena bo qartë, bashkë me shokët, ua kena bo qartë. Si është problem kryesor, është rruga. I ka bon kretë që do pasojë tjera, i kënarë që është mrapç, kënarë veç për i rrugës. Vetëm për saj? Edhe veç për i rrugës. Na jena munu si fshat disa herë, për votime vinë këtu na votoni, na bani gënjeshtra, rena. Jem shumë i afëndu, me të drejtën veç se nuk kam shme ba, me thonë burrash. Pik. Këtu zote kandidatarë kanë ardhur në të mejtën e djathtë, edhe janë i sëj të dy palët. Kushtet e vështira na kanë detyruar që t'i lënë me shtëpi, me blegtëri, me gjitha t'i lënë këto etikë, se jena detyruar, jena tamam me sjet, nuk kena asnjë ndryshim me ata, domethënë të favorizuar nga shteti, nuk kena zera të lënë masdore nga shteti. Ne nuk kërkojmë asgjë tjetër, këtë rrugën kërkojmë. Pra, unë për shembull kam blet këto. Ai tjetri aty ka bakti, ishin ka lob. Më shumë i shko transporti i ushqimit, se sa ushqimi që e blen poshtë, ose më shumë shko transporti se sa shpenzimi i bletëve. Vin foshatat, i bëjmë jeton 200 vjet. Për me ardh asfalti, ba rruga këtu ke shtëpia. 50 metra çdo foshat. Të shtojmë 50 metra na jep votën, bine. Ju gënjejnë sa herë. Na gënjejnë sa herë, siç e pa rrugën aty ju, cop, as do kështërën rrugë, as si gjë. Janë detyruar me braktisvenin, me ikas, një nuk do t'i nga veni vet. Fëmijët, 5 vjetresh unë i kam çu makinë time, makinë private, mi kush i time, i diti çosha unë, i ditaj. Ven nga këtu e më kruaj. Se u myll shkolla fare. Nga këtu e më kruaj. 1 orë gjys vajti edhe 1 orë gjys, po, 1 orë gjys vajti, 1 orë gjys ardhi. Unë tani vend me gru të rri këto, gjatë verës, gjatë beharit, fëmijët i kam në Tiranë. Një familje ndar vetëm nga rruga. Unë për veten time, personalisht nuk është mirë me thonë këto, unë e kam vujë se më ka bë aksident vllai, aty më rruga aty, vetëm nga rruga e keqe. Edhe kam humbë vllain në 2019. Ka humbë bashën pa, kanë ra vetë tretë atje për rrugë, vetëm nga rruga e keqe, nga Jasharaun aty ku keni ra aty, edhe ka humbë jetën vllai, kam humbë vllain tim 50 vjeç. Vjen keq. Se ta thash dashur. Domethënë aksident për shkak të vetëm për shkak të rrugës. Të qami forestaci për në kësaj.